kanalit tim, ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Ne do ikim udhëtim në Prizren. Emreja ka që kur ikëm herën e parë në Kosovë, kur kemi ikur në teton, mos gaboj, që i kanë ngelur fiksim ato mëlçit që hëngrëm tek ai restoranti turk në Prizren, kështu që vendosëm që të ikim sot, meqense është pushim. Dhe duke qenë se është pushim dhe është Bajram, dua t'ju uroj të gjithëve gëzuar Bajramin. Urim të veçantë dua të bëj për personat që kanë agjëruar gjatë gjithë këtij muaji dhe shpresoj që Zoti t'ja u ketë pranuar agjërimin dhe lutjet tuaja dhe të keni shëndet, mbarësi dhe çdo zemra. Tani, unë jam shumë e konfliktuar për momentin të bëj make-up apo mos bëj make-up. Nëse do bëj make-up do vonohemi pak më tepër, nëse s'do bëj do ta marr gjithë këtë kutinë me vete, edhe pse nuk është e nevojshme, por gjithsesi përtoj tani të nxjerr ose hajt më, do të nxjerr. Do të nxjerr s'kam çfarë bëj tani, po në madh. Do i zgjedh çfarë gjëra do marr me vete. Ne femrat e kemi jetën shumë të vështirë për mendimin tim. Sa paritëm tek makina, parkua motorin, morëm makinën, i zvendësua mjetet tona, edhe tani nisemi për udhëtim. Yes! Me zi pres të shkoj. Edhe mua më pëlqeu shumë Prizreni, të them të drejtën. Ishte shumë i bukur. Sağ ol senin de. Çok teşekkür ediyorum. Danya'yı versin. Teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi bayramlar sana da. Shikoni pak çfarë trafiku bëhet. Tmerr. Kemi sa orë? Kemi 2 orë 19 minuta. Na kaloi edhe policia. Se pash fare se burare hiç. Ne që thoni ju nuk kemi bërë as rezervim asgjë, sepse e kishim kështu me 2 mendi, pavarësisht se gjërat i morëm. Aşkım yemek ister misin? Jo, we will eat in Ocakbaşı. Evet. Sadece senin için durum. Can you go buy me çikolata? Teşekkür ederim. Ne istersen al. Edhe po thoja, pavarësisht se u përgatitëm edhe i morëm gjërat me vete, këto rrobat e më thet tash. Prap nuk e kishim të vendosur 100%, kështu që nuk kishim mbyllur hotel. Dhe tani qëndruam te ky karburanti i madh që është ky, s'po ja di emrin. Emreja doli të pijë një cigare, i thash të vetëm marr një çokoladë. Fola edhe me përgjegjësin e hotelit për të rezervuar dhomën. Edhe ja. Deri tani jemi mirë. Është ora 12 pa 6 minuta, kemi edhe 1 orë 14 minuta për të arritur në Prizren. Super. Jam sve lumtur që po bëjmë një road trip edhe jemi me makinën tonë. Çam kamerën. Oh, Milka. Milka me lule shtrydhe. Nice. Teşekkür ederim. Rica ederim. One eternity later. Sa pa arritëm, më në fund parkua makinën. Siguruam besoj. E kyça. Dhe po shkojmë për të ngrënë aty ku shkuam te Şadırvan. aty ku shkuam herën e parë, the mahallenin ismi Şadırvan. Evet. Şadırvan ne biliyor musun? Şadırvan böyle. Su çıkıyor. Biz nereye şadırvan diyoruz biliyor musun? Bilmiyorum. Camide abdest aldığın yere şadırvan denir. Po shkojmë të ham tek Best Ocakbaşı. Aty ku kemi qenë herën e parë si qash, sepse Emreja aty është fiksuar taj gjiger, taj mëlqiçka. Është tmerr ftohtë. Tmerr. Unë u vesha edhe me këto pantallonat e gjera. Se si më vajti mendja të vishesha ndryshe. Edhe të më ndonjë gjë tjetër, s'mora rroba tjera. Kaq. Orhani. Po që nejse, do bëjmë si do bëjmë. Kuyumcu. Qenka kuyumcu? Kuyumcu ne demek? Kuyumcu gold satan. Që nga shumë lezetshëm mama kjo lagja këtu ku kemi marrë edhe Airbnb-n. Që këte i erdhëm ne, po shkojmë kësaj rrugë, këtu kemi një njeri të plevitosur. Shikoni sa lezetshëm. Ama shumica e dyqaneve lokaleve, siç po shikoj, është mbyllur. Kendi pazar. Emreja që thoni ju po maroset, se po ndjen aromë ushqimesh turke. Edhe i duket vetja sigurisht në Turqi. Dedim ama koku geliyor dedim.
Konak Cafe Restaurant. Do you want to go there? Pastaj. Önce Okay. ben kendimi garanti alayım, bir ciğer yiyeyim. I hope they have ciğer. Yoksa hayatımın en büyük hayal kırıklığı olur. Öyle mi? Evet. Po s'pati aty thot mëlqi do bëhet zhgënjimi më i madh i jetës time. Is it open though? Açık mı? Ya bu dükkana açılıyor ya. So cute! Më pëlqen shumë Prizreni. Siç na I mori mendja, pavarësisht se neve kur u nisëm e pam në qoftë se do ishte hapur apo jo. Kjo? Jo, faleminderit. Dhe thoshte që ishte hapur. Erdhëm këtu, mbyllur. Normale se do festojnë edhe ata. Tani do shkojmë tek ai vendi që kaluam sapo. Shpresojmë që të gatuajnë mirë. Koyum geldi ya. Üzülemedim bile. Ne? Üzülemedim. Niye? Üzüldüm. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ne için? Aha. Na unë gjithë nga mbrapa ky djali filloi po fliste, se çfarë gjuhë po fliste? Tu qishte mora vesh edhe po thoshte që ishte turp nga Çanakkale, nga Jema më duket. Po siç po fliste edhe një gjuhë tjetër se mora vesh se shqip nuk ishte. Ben kendim Nuk e di. atıyorum bile. Ja, gel. We will find another place. Do idem që këtu sot nga që s'ishte ajo hapur. Hajde, hajde. Nisi emreja taj, porositi 2 içli köfte, 2 lahmacun, morëm një sallat greke, edhe unë porosita makarona alfredo, sepse I kam parë disa herë dhe jam kurioze se si janë, se nuk kam gjetur asgjë në Shqipëri, po I kam parë në Instagram. Kral, afiyet olsun. Nasıl? Bekliyoruz biz. Birisi soğuk kalmış. Ha? Soğuk mu? Şöyle ftoht. Normalde sıcak mı? Evet. Söyle. Lahmacun nasıl? Çok iyi. Öyle mi? Evet. Kaç tane aldın? Sa more? 2. Mori 2 lahmacun. Një po e përlan, po e mbaron. Ka edhe një tjetër siç e shikoni. Ja ku duket këtu poshtë. Tane yerim. Mund të haj dhe 6 tjera thotë. Ama yemeyeceğim, başka şeyler de yemek istiyorum. Do vem dam edhe në vende të tjera se nuk do që të qëndroj vetëm në një vend. Dhe këto makaronat Alfredo super të mira. Pula njerë që I kisha një qik me merak. Dhe erdhën kaq shpejt. Nuk e di. Bravo. Pëlqejnë. Si e ka vendi? Konak Cafe dhe Restorant. Thank you. Për ushimet e mira. Na pëlqyen shumë. U kënaqe? Unë gope? Thot s'kemi filluar akoma. Do ham, do pim, do vim vërdall, do ecim që ta tretim, pastaj do vim, do ham, do pim prap, pastaj do ecim e kështu me radhë deri nesër. Rruga na shkoi shumë mirë, kishte diell gjatë gjithë rrugës deri në momentin pastaj që u afruam tek kufiri. Aty filloi ka po vrentej. Këtu është vrentur, shumë vrentur, s'ka pik dielli. Unë mendova se do ishte ngrohtë këtu. Megjithëse do them të drejtën e pash që do ishte 10 gradë, po mendova hemo, se do hapet koha. Jo. Prandaj vesha kaq holl. Po që kam tot. S'ka atë një vend hapur, të kisha vajtë të kisha blendoj një palë geta ose streqet paktën. Mama e të ëmbëlsirë. Kam çokoladën që mbleu Emreja, po jo dua ta ndonjë ëmbëlsirë këtej. Erdhëm në ballat. Dime? Me këto ndërtesat me ngjyra, këto rrugët e ngushta, unë njerë kam qenë ballat xhanën po. Kështu po më duket. Shumë lezetshëm mama. Cutesy. Unë ngrit zonja me zotërinë zhdrup erdhën në hotel. Edhe haruam fare që s'kemi marrë çantën. Në çantë kemi karikusat, kemi rrobat. Unë do vesh ato bijamet, as më intereson fare se si mund të më duke nga pantallonat. Mund të duken kështu si çomage në fakt, po nejse, mjafton të jem ngrohtë edhe mos të sëmurem. Kjo është më e rëndësishmja, kështu që po vend të marrim çantën tani te makina dhe të kthehemi prapë te hoteli. Please be working, please be working.
O pingat e sherës. Jok. Alio mu? Ne bileyim. Aba. Gafat që bëjmë neve. Ya aşkım nasıl hiç düşünmedin ama? Rezervimin e bëm nëpërmjet telefonit të Emres dhe s'pas ka priza as këtu, mor zot. Dhe na I dërgoi zoti Airbnb-s na I dërgoi të gjitha në WhatsApp, me kode, me hyrje, me check-in, me check-out, me të gjitha. Emres ju fik telefoni. Tani s'kemi si futemi në Airbnb. Edhe ngelim këtu jashtë, unë po I bie nga telefoni im ati zotris, ai nuk më përgjigjet. Duhet të bëjmë në ndonjë lokal tani të ulemi, të karikoj emreja telefonit, thjesht ta bëjmë screenshot edhe televizin pastaj. Bër një rezervim, po të mora me një numër tjetër telefoni. Ke bu për sot, rezervim paradisove. Po, për këtu në Prizren. Qështë me ndimu? Të lutem, do mi dërgosh tek ky numri, sepse na është fikur telefoni tjetër dhe nuk po gjejmë ku ta karikojmë. Apo më shënën mua të lut na vesh për shëndetje. Po, tani. Të dërgoj unë tani. Se jam në rrugë që për 1 minutë 2 futem edhe ti bëj forward gjithë. Okej, shumë faleminderit. Faleminderit. Ndjes. Pafshim. O, shqyr hapi. Tani. WhatsApp. Internet check me o. Aventur sot. Me këta. Ezeza. O zoti I madhe. I madh. Ha, shqyr. La shqyr. Përshëndetje. Përshëndetje. Ja u zithe dhe kjo puna. Mac, orangi! Shikojni ti kësa I mirë. Kemi patur një maçok në Aleksin, që si ishte asoni në fakt thjesht na erdhi në shtëpi dhe ishte kështu portokalli dhe e quanim orangi. Ju besoj njihni orangin që është në Korç. Po më fërko këtu, të lutem. U futëm brenda. Doma 3? Kjo është doma 3. Kodi për Chelsea-n. Okej. Hajdeni tani. Sa ngrohtë që ka sa mirë. Hajdeni sa bukur. Që ka shumë lezetshëm. Prit, ku është drita? Ndritshimi. Okej. Atëherë, mirë se erdhët në dhomën tonë. Hajde ashkiton. Göster. Hajde. Ule çantën aty, ule çantën. Hiqe çantën. Lirë aty çantën. Këtu kemi një pasqyrë njerë, sa futesh. Kemi një emre të lodhur edhe të plevitosur. Këtej kemi tualeti që nga super I madh. Shumë bukur. Më pëlqen. Nice. Këtu kemi këtë dollapin e vogël, mbajtsen, raftin, që quhet kjo? Varset e robave. Një divan. Një krevat I bukur në shesh, një kuzhinë e vogël e bukur, një emre tjetër të bukur, edhe kjo është pamja, është direkt këtej nga hyrja. Ku hapet kjo? Nejse, e shikoni besoj. Këtej nga futëm. Nice. Ha, pasha? Më lodhe? Po. One eternity later. Mirëmëngjesi. Ua, s'ka... Hapën që këtë dritin këtu të lutëm. Jo, s'është aty. Ande. Okej. Pafsh. S'ka ndryqim mirë hiq. Pse koti kemi marrë këto takemet ne? No. Si kemi marrë kot? Ashtu dhe. Tani, sa po zgjuam. Do bëhemi gati, edhe do dalim të pim ndonjë kafe, çka ndonjë koktejl, apo diçka. Jo, koktejli shpejt, është ora 5:38.
Ta në jem bësirëm. Tani unë ju thash që do vesh bizhamit poshtë. Ju thash. Puna është që unë kam veshur çorapet e gjata. Ka këto të tillat, edhe janë këto janë shumë të ngushta. Shikojeni si janë deri këtu. Tani si do t'i futu në çorapet këto brenda në çorape? Është pyetja. Kohë të vështira kërkojnë masa të vështira, thot populli. Okej, ja deri këtu jemi në rregull. Tani çështja është këtu. Se mos na dalin këto jashtë. Ja, unë po mendoja të bëja një gjë të tillë, kështu. Lot. Si edhe kaq hollun në Prizren kur e pa që ishte 10 gradë. Besoj se jemi safe. Opa lakja. Me zi jam zgjuar, doja vetëm të rija shtri, vetëm të fija. Ja, dolëm në fund. Okej. Çfarë ke? Merkeze nasıl gideriz? O, tjetri. Gjeta unë një Serai Suites, edhe jemi duke shkuar tani. This way. Për 1 minutë arrim. Shikojmë që se ka ëmbëlsira të mira. Duhet të ketë ëmbëlsira të mira, se dua ëmbëlsirë. Dua ëmbëlsirë. Kurse Emreja kërkon bej pazar soda. Është turk. Arritëm dhe që kam mbyllur. Nuk mund ta besoj. Ja edhe Sorelja, që kam mbyllur dyqani Sorele e lexoni, është aty, në thep. E po pike zezë ngira pa ëmbëlsirë. Çfarë the? Sot. Aha. Ka ëmbëlsirë. Ka, do gjejmë. Do gjejmë. Evet. Bulacağız. Kismet. Pa ta tërgojon ty sot nuk ka ëmbëlsirë, ka që të shkemi atë punë. Pa mësoj edhe ëmbëlsirë. Ha? Göstereceğim tatlı ne demek? Ta tregoj ëmbëlsirën. Tatlıgoya ëmbëlsirë. Ta tregoj ëmbëlsirën. Tatlıgoya ëmbëlsirën. Ta tregoj ëmbëlsirën unë ty. Ha, böyle de. Tatlıgoya ëmbëlsirën ty. Dëgjon që i them ndonjëherë unë, për shembull thot, mes të natës ora 10:30 thot majt, do marr do prosi 2, kështu, kebab. 2 donera. Dhe unë ti tregoj donera, unë ti ta tregoj kebabin unë ti. Edhe për çdo gjë që ma tharon mua kështu ndonjëherë, edhe i them, ta tregoj këtë, ta tregoj atë. Do tani ta tregoj ëmbëlsirën. Nëse ne gjithsesi pak më lart e pam një lokal që kishte edhe ëmbëlsirë, siç thot Emreja. Kështu që do vim do ulemi atje. Pim ndonjë gjë, ham edhe ëmbëlsirë. Inshallah ka ndonjë ëmbëlsirë të mirë. Ose do vetë pastaj në dom do ata çokoladën. I need ëmbëlsirë. Ulëm, gjetëm këtë vendin, domethënë gjetëm, e pam që parë që ishte i hapur, siç e thash. Edhe ulëm brenda, shqyr se jashtë ishte shumë ftohtë, edhe përveç se ishte ftohtë, ato ngrose që vendosen te koka, ishin të gjitha të zëna. Kështu që jemi brenda. Unë porosita 3 leçe, kurse Emreja porositi një smoothie. Qa ishte kjo? E mosh? Bu neydi? Kivili mivili bir şeydi. Kivili mivili. Kivili mivili. Shake, smoothie, shake. Shake, milkshake. Me kiwi dhe tjetra se di qa është. Alo. Mimbrema mami. Mirë, shqyr, si je ti? Po. Po flet me mami. Këtë. Urdhro. Ha, me mami. Ja sa ulim një kafe.
do bëjmë ne tani mendoni ju? Ora 7:03. Nuk e dija që Emreja donte të hante dark. Edhe për më tepër donte të hante mëlçi. Dhe tha, dua të pi nga ai ujë që thash, ajo soda Bej Pazarë, që t'i hap vend stomakut që të ha mëlçi, tha. Dhe më fal, do të hash tani dark ti? Po, tha, i thash ora 7:03. Po tha, maj buk mam. Ati më këni pëstaj të pëse për marrë kilo. Edhe tani po shkojmë tek vendi që nuk hëngrem në drek. Sa aty do t'i haj mëlqit. Imagjino mos ket. Do ik truri fare, do të çmendet. Në hapjesën. Bo. Sa e ka pëlqyer atë mëlçin këtu mor zot, shiq ben. Kemi lajme të mira. Erdhëm tek Ocakbaşı dhe ka që kishte mëlçi për Emren. Unë do marrë ndonjë gjë të lehtë, do marrë ndonjë sallatë, edhe patate, se nuk mund të ri pa patate. Edhe kaq, se nuk mund ta ha më shumë, plus është vajti shumë vonë për të ngrënë bukë tani. Një sallatë greke. Shikojeni lumturinë në sytë e Emres. Are you happy? Are you happy we found ciğer? Öncelikle 4-4-2 ile başladık maça. Ya aşkım. Are you happy we found ciğer? Arkadaşlar şimdi Osimhen'in durumuyla alakalı kolunda kırık var. Birkaç hafta aramızda olmayacak sadece. Milli aradayız. Milli ara içerisinde... Ya aşkım ay bunu çevireceğim. Tamam. Tamam pardon. Yes. I'm very happy for the liver. Sevdiğin o benim. Mashkuruyev. Mılçı, mılçı. Daha cigerin. Ne? O muşkri değil. Muşkri. Liver. Liver. Mılçı. Mılçı. Evet. Pa. Mutlu musun? Pa. Tamam. Faleminderit. Ne aldın? Göster. Süt. Ne? Süt. Yok be. Ayran. Ayran mı bu? Buttermilk. Buttermilk. Buttermilk ne demek ya? Ayran işte. Evet. Tallet, pse mos tallet? Është i lumtur prandaj. Ky moment është vetëm momenti i Emres. Kjo është bota e Emres dhe unë po jetoj në të. Emres dhe mëlçive të tij të preferuara. Afiyet olsun kralım. Ja, kështu. Porositi një çaj, porositi edhe një soda, nxori edhe cigaren si zotri. Ore, këtu pas ka patur çokolati italiani dhe unë kërkoja ëmbëlsira në vendet të tjera dhe unë nuk e dija. Përshëndetje. Mimbrema. Sa po dolëm nga kjo Ocakbaşı Si je? dhe këtu kemi çokolati italiani. Çap bone. Mısır alacağız. Dur Kestane be, alacağız. dur. Baba. Daha yeni yedik. Aynı babana benziyorsun. Neyse, unë kënaqem me ushqim, edhe pse unë patate dhe sallata e ngraxhanëm, po që rëndësi ka që u kënaqe Emreja. Paska dhe mulli. Paska dhe mulli. U tha o plevitose dhe s'do të vej në dhomë. Se do taj misra edhe gështenja. Misër me sodo, ke 5 euro, racion 7-8-10. 5.
Sa, një person aty? Një misër dhe një gështenja, edhe këta. Masi e keq. Atëherë, çfarë morëm ne? Morëm misër të zier, Misir, aha, kestane, gështenja, gështenja, edhe embëlsir, tatlı şeker, şeçeri. si Katıl, koton. themi? Pambuk sheqeri. Pambuk şeçeri. Siz de mi pamuk diyorsunuz? Pambuk. Pamuk? Evet. Bizde köylüler pamuk diyor. Pambuk. Hengrim darkën, Mirë morëm bardhës, misra. Evet, çok bardëm. Pardon. Hengrim darkën, hengrim misra, hengra dhe gështenja. Unë mora një soda limoni, Emreja mori një kështu, prit, t'ja tregoj. Një gjë si kjo që se kishte provuar ndonjëherë dhe se kishte parë ndonjëherë, për herë të parë pa shikonte. Unë soda limoni sepse dua të gryen çik ato që hengra, morëm edhe 2 shishe ujë. Edhe kaq. Erkek mi kız mı? Vuruyor mu? Vuruyor mu? Hı? Ka ngrënë sa është fryrë, më shiko si është bërë barku, shikoni qik. Bo, një ditë të vish në Prizren edhe shiko që bën ky zotëria. Çfarë ke qanë kohësh? Çakmak me? Jo. S'ka çakmak. S'ka cigare këtu brenda. Nuk ka cigare. Ha. Çakmak nerede? Ya niye böyle bırakıyorsun şunu? Al. Anahtarla mı açayım? Evet. Hiç denemedim. Açamam bundan. İmkanı yok, impossible. Tamam ya, çakmak nerede? Tamam ya. Tamam al. Buldum. Yapma be. Yanında soda açmayacak çakmak. Tamam, find something in the kitchen. Dişini getir. Ne? Ben mi? Den bin tent. Ya da min tim. Tendin. The next day. Say hi. İmcesi, günaydın. Günaydın de. Meziye zjoj, morzot, meziye zjoj këtë njeri. Aşkım, selam ver. Aleykümselam. Ya, say hi to the camera diyorum. Do të bëhemi gati, të pastrojmë domën, të lëm pagesën këtu brenda, se kështu na tha ai pronari. Do dalim pastaj, do vëmë çantën te makina dhe do ikim që të ham mëngjes. Me sa duket kam haruar 2 gjëra më të rëndësishme. Pastën e dhëmbëve edhe larsin e fytyrës. Si do t'i lajë ndëmë tani? Morning comes with the early summer light. Sa po më shkruaj t'i te Liksa, është në dogan, e kishin vendosur që do vinin ose dje në darkë, ose sot në mëngjes. Dje në darkë nuk arrit të ndodhë që të niseshin, të vinin se i kishte dalë një punë dhe janë nisur sot. Tani për momentin janë në dogan, kështu që sa të mbarojmë nesër bëri gati, janë dhe për këtë. Erdhën ata, do dalim për kafe, besoj, ose do t'i takoj, nuk e di se më duke se janë të shoqëruar, më duke se janë me një shoqe. Ka sot që nga diell, që nga bukur, ngrohtë. Sa qef. Ikëm e lam edhe hotelin. Tani si qash të çojmë çantën në makinë. Edhe të ham mëngjes se na grihu. Shikë gjetëm më në fund, shikë gjetëm. Prit, ktheu profil. Zot! Sa po erdhëm tek Ocakbaşı për të ngrënë mëngjes turk, e bëm porosin. Kishte gjithë ato gjëra tani me zbres që të vi porosia dhe ta shikoj. Na sollën edhe çaj, po unë çaj nuk do e pi Emreja. Se unë nuk e pi çajin turk, s'm qen fare.
Mbaruam edhe së piri kafen. Unë mora Që mora unë? Salep. Mora salep, po nuk më që fare, të sem të drejtën. Kurse Emreja mori kafe turke. Felixë nuk e takuam do të më tepër se aq sa pat, sepse janë ullum për të ngren. Kështu që ngeli do të takojmë kur të kthehemi në Tiranë. Ne var? Pamuk şeker mi istiyorsun? Var zaten. 2 tane var. Bir tane. Öyle mi? El öpeyim. E kështu, u kënaqëm. Emreja thot që ka... Silahtan alır mısın? Emreja thot po pëlqet, ka 2 ditë që vetëm ha, ama është i lumtur. Si kalove? Si kalove? Si kalove në Mirë. Prizren? Mirë, bukur. U kënaqe? Po. U love? Jo, U të shlove? po. Bravo. Atëre, Ha. sepse Ha. kaq. Yes, kaq. Shiko, fëmija i lumtur. Morëm gjithë këto, të shikësu s'duken shumë, po kemi marrë, shikoni, gjithë këto, që quen? Haribo. Unë duke parë video se si beshin Haribot, vendosa që mos të haja me. Por, duke qenë se këto ishin halal, thash okej, do marrë, edhe do ha. Halal. Erdhëm të marrim edhe zhvepsin e preferuar të Emres, që është ky me pink grapefruit. E kaluam dhe... Që ishte kjo? E kaluam edhe doganën po thoja. Jemi në territorin shqiptar tani. Emreja më tholi që hodhi ca plera. Edhe tani po kthehemi për shtëpi. Atëre, Selin. Sepse Arritëm në fund në shtëpi. U lodha që këtë them të drejtën. Tani majt buk. Erdhëm në shtëpi. U ndrova, shkova, mora për të ngrënë tek Hepsi. Nuk e di pse, po më kishte vajtur mendja dhe përveç kësaj i peshova një përpara se të shkoja të merja për të ngrënë. Edhe nuk isha shtuar kile, shqyqyr, se mendova se kush e di se sa kisha shtuar. Mora një hamburger vegetarian, mora edhe një patate të madhe, dhe erdha po e haja në shtëpi, rehat, po shikoja ndërkohë edhe një serial që kam filluar me kohë, dhe kanë dalë episode të reja. Tani, po pja dhe një gotë i viri koko, edhe kisha marrë një nga ato i vit 2 litroshet, se ne vdesim të dy me emrin për i viri koko. Ngrijem, ma laptopin që ta bëj në karikim, e shty me bryl Ivi Rikokon, u plas Ivi, u hap, u bë lumë dynjaja. Dhe tani unë nuk jam me acaruar se u bë pis dynjaja, se e lava, e fshiva. Unë acarova dhe më ngritë nervat, pse mu thanë duart që derdha Ivin, edhe tani do të blej Ivi tjetër. Pse? Edhe përveç kësaj, më raj dhe këtej nga shalët, jam berë, dhja do t'i hedhe dhe këto për të larë. Nga që hengra, më ra shumë rëndë ai hamburgeri. Edhe tani do atë ulemi qik të vazhdoj të shikoj atë serialin. Edhe pastaj do ngrihem, do bëj dush, do fshi, mund edhe të vej leck prap të laj. Edhe nesër, pas nesër të ri rehat. Unë që paru kujtova që sot është e shtun, edhe kemi Big Brother, kështu që do më duhet ta mbyll videon për sot, që të filloj dhe me editimin, që nesër që është e diel ju ta shikoni, duke qenë se javën e kaluar nuk postova, sepse nuk isha bërë asnjë lloj filmimi, duke qenë se jam marrë me projektin e Marisë dhe të Redionit me apartamentin që është duke u rregulluar, kanë filluar punimet e para, po do bën mobiljet e të tjerë. Dhe së shpejti do shikojmë edhe projektin e tyre të përfunduar, kështu që kam qenë e zen. Do më duhet të largohem tani, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në TikTok dhe në Instagram, dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju pu dhe ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye!